Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia juaj do të jetë në kulmin e saj, por do të jetë e rëndësishme ta menaxhoni me mençuri. Në punë përpiquni të shmangni marrjen e vendimeve të nxituara. Në dashuri do të ketë një surprizë që mund t'ju durojë një ditë më të mirë. Përgatituni për ta pritur atë në mënyrën më të mirë. Demi. Merrni një moment për të reflektuar. Kjo do t'ju ndihmojë të sqaroni disa çështje personale. Në vendin e punës përpiquni të përballoni me durim vështirësitë e vogla që do të shfaqen. Në planin e dashurisë, do të ishte më mirë të shmangni keq kuptimet dhe keq interpretimet. Kjo do thotë komunikimi i qartë, i drejtë dhe i sinqert. Binjakët. Kreativiteti dhe komunikimi do të jenë aleatët të tuaj sot. Në punë mund të mbërrijë një propozim vërtet interesant që duhet vlerësuar me kujdes. Në sferën e dashurisë përpiquni të merrni gjërat më lehtë dhe mos mbani emocionet tuaja. Përkundrazi, lërini të rrjedhin. Gaforia. Do të jetë një ditë shumë intensive në nivel emocional dhe do të duhet të përgatiteni për të gjitha këto. Ndiqni instiktet tuaja dhe mos keni frikë të zbuloni ndjenjat tuaja. Në kontekstin e punës, do të duhet të bëni zgjedhje të kujdesshme që do të çojnë në arritjen e rezultateve të shkëlqyera. Do të duhet më shumë guxim dhe vetvlerësim. Luani. Do të keni një karizëm të veçantë në këtë ditë të re dhe nuk do t'ju mungojë vendosmëria, kështu do t'i arrini qëllimet tuaja. Në punë mund t'ju duhet të përballeni me një sfidë të re që do t'ju vërë në provë. Në frontin e dashurisë, shmangni dëshirën për të thënë fjalën e fundit. Virgjeresha. Saktësia juaj proverbiale kombinuar me sensin tuaj praktik do të përfaqësojë çelësin e suksesit. Në planin e punës, një arritje e vogël do t'ju jap motivimin që ju nevojitet për të vazhduar. Në dashuri përpiquni të mos analizoni çdo situatë me mendje lehtësi. Peshorja. Do të jetë një ditë e favorshme për marrëdhëniet. Dialogu do të bëhet themelor, si në punë ashtu edhe në dashuri. Papritur një propozim interesant mund të vijë për të shqyrtuar. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë një person të veçantë. Merrni iniciativën me vetbesim. Akrepi. Do të jetë një ditë me intensitet dhe pasion. Një takim magjik në dashuri mund ta bëjë zemrën tuaj të rrahë më shpejt. Nëse jeni në çift, do të ketë shumë bashkëpunim. Në vendin e punës mbështetuni në intuitën tuaj për të kapërcyer vështirësitë që mund të shfaqen, ndonjëherë në mënyrë të papritur. Shigjetari. Do të jeni optimist dhe kjo do t'ju ndryshojë ditën. Mund të ketë mundësi të reja që nëse i kapni, do t'ju hapin shtigje të papritura. Në planin e dashurisë, do të duhet të jeni më spontan për të forcuar një lidhje me të dashurin tuaj. Pavarësisht entuziazmit të madh, përpiquni të mbani gjithmonë këmbët në tokë. Bricjapi. Me seriozitet dhe përkushtim mund të shkoni larg. Në kontekstin e punës, do të duhet të merrni një vendim që do të jetë strategjik. Në një nivel romantik, merrni pak kohë për t'ju kushtuar atyre që doni, pa shpërqendrime. Beqarët me fat, por duhet të mbështeten shumë tek instikti. Ujori. Vendimet që do të merrni sot do të jenë rezultati i krijimtarisë dhe origjinalitetit tuaj. Në sferën e punës, idetë tuaja do të vlerësohen. Në planin e dashurisë, lëreni veten të befasojeni nga një emocion i papritur. Gjeni pak kohë për të shlodhur ose për të ushtruar hobin tuaj të preferuar. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita juaj do t'ju udhëheqin drejt një dite qetësie. Do të shfaqet një mundësi pune që mund të kërkojë një vendim veçanërisht të rëndësishëm. Çfarë duhet bërë në dashuri? Gjë e më natyrshme, ndiqni zemrën tuaj pas një hezitim. Horoskopi në Top Albania Radio.